Pavarësisht dyshimeve për veprimtari të palishme dhe protestave të ambientalistëve dhe komunitetit, pylli hidrovorit në Akërni rrezikon të zhduket. Jo më larg se vitin e kaluar, pylli hidrovorit raprej një zjarrvënie në dukje aksidentale, por sipas hetimeve dhe burimeve të qëllimshme. Burime që nuk duan të identifikohen na informojnë për ndërtime dhe resorte që do të nisnin në zonën e mbrojtur, por për ta bërë këtë, duhej që zona e mbrojtur të ishte e pambrojtur dhe të mos e gëzonte me atë status. Një vit më vonë, të interesuarit filluan të shfaqen. Makina luksoze u afruan për të parë pozicionin ideal për ndërtimin e resorteve. Emrat fuqishëm nisën të diskutoheshin për ndërtim dhe në muajin prill të vitit 2026, mjetet e tonazhit të rënd u pozicionuan në hidrovor. Telat rrethues izoluan atë që dikur ishte kalim për banorët dhe turistët. Tek tuk drur të prerë dhe betoni derdhur, kjo për t'i paraprirë asaj që do t'jetë një nga masakrat më të mëdha në pyllin e hidrovorit. Zhdukja një sipërfaqe e prej më shumë se 600 hektar pyll dhe dëmtimi i dunave të rërës. Blu Televizion prej kohësh ka ndjekur me vëmendje atë që po ndodhte në pyllin e hidrovorit, aq sa në dukje një lajm i thjesht ka sjell reagime të shumta në institucione. Shpimet e puseve për studimin e tokës nxorën në pa praninë e gazit natyror në zonë, me njërë të interesuarit u alarmuan që lajmi të mbahej i fshet. Megjithatë, Blu Televizion pasqyroi pusin e gazit, të shkaktuar nga shpimet e sondave të firmave për studimin e tokës, dhe për këtë pjesë institucionet heshtën. Po kjo shtunë mblodhi në pyllin e hidrovorit mjaft protestues dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Protesta në dukje paqësore u tensionua kur protestuesit dëmtuan gardin rrethues. Për këtë burime të Blu Televizion bëjnë me dije se u procedua penalisht një person në gjendje të lirë, ndërkohë ende pa u zbardhur plotësisht leja, punimet në terren ka nisur dhe për këtë institucionet heshtin. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Agjencia e Zonave të Mbrojtura, madje dhe Policia e Shtetit e më lartë. Pas emrit të vajzës së presidentit Donald Trump, fshihen emra të tjerë të cilët lakmojnë të ndërtojnë në zonë. Ky nuk do të jetë ndërtimi i vetëm, por shumë emra të tjerë janë gati të nisin punimet. Në qendër të debatit për projektin turistik në Akërni ndodhet kompania Zvërnet South Adriatic Development. Subjekti që sipas dokumenteve zyrtare po kryen rrethimin e pronës dhe punimet përgatitore në zonën pranë pyllit të hidrovorit. Edhe pse emri i saj është bërë publik, vetëm së fundmi struktura e pronësisë së kësaj kompanie ngrejo pak pikpyetje. Sipas të dhënave të depozituara në qendrën kombëtare të biznesit, Zvërnet South Adriatic Development kontrollohet nga kompania Dutch Trust Management, një shoqëri e regjistruar në Holand. Dyshohet se kjo kompani konsiderohet pjesë e një rjeti kompanish offshore, të përdorura shpesh për investime të mëdha ndërkombëtare, ku pronësia reale nuk është gjithmonë e dukshme për publikun. Dokumentet tregojnë se kjo strukturë lidhet me investitorët nga Katari, vëllezërit Ramez dhe Mohamed Al Kayat, të njohur për interesin e tyre në projekte turistike dhe infrastrukture në rajon. Po ky grup investitorësh është përmendur dhe në lidhje me projektin e shumë diskutuar të ishullit të Sazanit, një tjetër investim strategjik me përmasa të mëdha. Edhe pse emri Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, është përmendur gjerësisht në lidhje me investimet turistike në jug të Shqipërisë, deri më tani nuk rezulton që Zvërnet South Adriatic Development të ketë lidhje të drejtpërdrejtë pronësie me të. Sipas Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, kompania disponon lejen për rrethimin e pronës dhe për kryerjen e punimeve përgatitore, ndërsa lejet e plota të zhvillimit për resortin ende nuk janë bërë publike në detaje. Pikërisht mungesa e transparencës mbi projektin, strukturën e investimit dhe ndikimin mjedisor ka shtuar shqetësimin e banorëve dhe organizatave mjedisore, të cilat kërkojnë informacion të plot mbi atë që pritet të ndërtohet në një nga zonat më të ndjeshme ekologjike të Bregdetit shqiptar.